Anija turistike luksoze MV Hondius, e goditur nga një shpërthim vdekjeprurës i hantavirusit, është nisur drejt ishujve Kanarie në Spanjë, pasi 3 persona u evakuan nga bordi, 2 prej tyre në gjendje të rëndë. Anija, e cila transporton rreth 150 persona, pritet të mbërrijë në Tenerife të shtunën. Vendimi i Spanjës për ta pranuar ka shkaktuar debat të shqetësim mes banorëve lokal, të cilët kujtojnë periudhën e pandemisë COVID-19 dhe masat e rrepta të karantinës që prekën ishujt në vitin 2020. Disa qytetarë kanë shprehur frikë për mbërritjen e Anijës, duke argumentuar se ajo mund të drejtohej drejt porteve të tjera të Evropës. Megjithatë, autoritetet spanjolle rënë dakord ta pranojnë pas kërkesës së Organizatës Botërore të Shëndetësisë. Ministra spanjolle e Shëndetësisë deklaroi se të gjithë pasagjerët që nuk janë shtetë spanjoll do të riatestohen në vendet e tyre, për sa kohë nuk paraqesin simptoma të sëmundjes. Deri tani, 3 persona kanë humbur jetën nga shpërthimi, një çift holandez dhe një shtetas gjerman. Organizata Botërore e Shëndetësisë ka bërë të ditur se 8 persona dyshohet se janë infektuar, ndërsa 3 raste janë konfirmuar laboratorikisht. Autoritetet në Afrikën e Jugut konfirmuan se te viktimat është identifikuar varianti andean i hantavirusit, një formë e rrallë që mund të transmetohet nga njeriu te njeriu, edhe pse ekspertët theksojnë se kjo ndodh shumë rrallë dhe zakonisht kërkon kontakt të zgjatur e të afërt. Specialistët e shëndetit publik po bëjnë thirrje për qetësi, duke insistuar se situata është e menaxhueshme dhe se rreziku për publikun mbetet i ulët. Hantavirusi zakonisht transmetohet përmes kontaktit me urinën, pështymën ose jashtëqitjet e brejtësve dhe shkakton simptoma të ngjashme me gripin, por në raste të rënda mund të çojë në probleme serioze respiratore. Ndërkohë, autoritetet në ishujt Kanarie po përgatiten për mbërritjen e Anijës, ndërsa kujdesi shëndetësor dhe procedurat e izolimit mbeten në fokus për të shmangur çdo rrezik të mundshëm.